Sa e mirë. Kështu që nuk e kam thënë nëna, ka thënë kanuni. E di, po shumë e tha mirë. E unë ta du fiksin për dyshe shumë. Është, adesi sa nuk vjen bereqeti, pa të thonë dikush zoti thash bereqet në tavolinë, ose pa shtru për dikën edhe pa dhënë. Do më thënë, nera kushton. Po nera nuk ka të pagume. E vërtet. Kështu që vjen një muhabet, një diçka, sysh kur gjënë kjas, mbeta, nuk është që keme u shpenzu me diçka, se bereqet miku vjen me risk të vetën. Na kena pas gjithmonë, vishin për buk, vishin për kështu, që kallëzojnë nanat për shembull se kanë shku ma shumë te janë i tjetri, edhe thot, po se ditë gjithmonë të kena, nuk na ka zonë kush ngusht, gjithmonë ka kenë sofra plot, se thot miku vjen me risk të vetën, edhe nuk të shpenzan, nuk ngushton, sidomos në ato që është dash beladhe me fjet, me bujt ose diçka, kur gjë e vjen me në fakt vetën edhe është